Ju zjeni në për kafenet. Kjo parti, PD-ja është kështu, është me mirë, pëse? Jo, shqiptarë. PD-ja e pëse janë anti-shqiptare. Janë motra të dyja. E pa dhe vetë, qëfar po bëjnë? E pa dhe vetë sot, PD-ja me pësen, që duhet të është në minutën e parë, po, i hiqet titulli i zëvendës kryeministrës. Ata s'kan imunitet, po ta shikon e fundit të kanë imunitet. Jo, imunitet të kenë. Po të kene e kinën me vete, ata kanë përfunduar dashur shqiptarë. U erdhi radha shqiptarëve, u erdhi radha patriotëve të dalën, u erdhi radha intelektualve që kanë 35 vjetë që nuk i përfillën, po përfillën vetëm ignorantët, spionët, shqipfolësit, i marrën nga rruga i bën deputet, i marrën nga rruga i bën ministra, që ato fytyrat e tyre që janë atje, 5 e 4 janë mijan, që lamatisin si kur ata duan të dinë dekume. Ata janë vetë hajdut, ata janë non grada vetë, ata janë vetë fletë të arrestimit janë bërgjëkurit atyre në okës e dokës. Pra të dashur shqiptar, erdhi koha e juaj.